Simon, të përshëndes, çfarë është ky aksion dhe sa objekte janë parashikuar që të shemben? Në total që nga nisja e zbatimit të projektit për hyrjen e qytetit të Shkodrës, që është edhe parku tek shëtitoria në breg të lumit Bunës tek ura vjetër e Bunës, por që është një projekt i cili vazhdon në kuadër të hyrjes së qytetit të Shkodrës, por edhe të bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës. Aktualisht në këto momente po prishen 10 objekte, të cilat ishin objekte me dokumentacion të rregullt dhe tashmë në fazën e parë janë prishur rreth 11 objekte të cilat kanë qenë pa dokumentacion edhe të ndërtuara edhe pa leje. Në këtë fazë, në fazën e dytë janë objekte të cilat është miratur edhe fondi i shpronësimit për 4.2 milion eurove nga ana e qeverisë shqiptare, duke i hapur rrugë kështu lirimit të sheshit të ndërtimit dhe për të vijuar zbatimin e projektit për të rehabilituar parkun në hyrje të qytetit të Shkodrës. Për më tepër, Emilian Nika, drejtori i IKMT-s i rajonit të Shkodrës, ka dhënë edhe një prononcim për media. Po e ndjekim në këto momente. Sot fillojmë punën për prishjen e gjitha objekteve, të cilat bëhen pengesë për realizimin e projektit ri, kualifikimi i hyrjes qytetit dhe bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës. Janë 10 subjekte të shpronësuara, të cilat do të filloj puna për prishjen e tyre sot. Ndërkohë, paralelisht, aksionin pa ndërprerje për pastrimin e liçenit dhe të shtratit të lumit Buna. Pra, po punohet në 2 fronte njëkohësisht. Ka disa ditë që po punohet dhe i kanë liruar vullnetarisht objektet, për çdo gjë vjen normalisht pa asnjë rezistencë, asnjë problematik. Projekti është i miratuar dhe në bazë projektit do lirohet i gjithë sheshi i ndërtimit. Do pastrohet çdo strukturë e paligjshme në liçenin e Shkodrës dhe në shtratin e lumit Buna. Dhe kur pritet, Simon, që të përfundoj edhe kjo fazë, da do të ketë sërish shembje të objekteve, apo kjo është faza përfundimtare? Kasandra, kjo është faza përfundimtare, pritet që ky aksion të zgjas rreth 3 ditë, paktën kështu kanë deklaruar nga IKMT, duke qenë se janë disa struktura, janë hotele, janë bare, restorante, pika të ndryshme karburanti, struktura betoni dhe betonarmeje, të cilat kërkojnë kohën e tyre për të kryer shembjet, për shkak edhe të afërsisë me disa objekte tjera dhe godina banimi nuk mund të përdoren lëndë plase për të shëmbur këto struktura, pra për të përshpejtuar punën, por që do të kryet me mjetet të ndryshme si ekskavator apo edhe mjetet tjera dhe kërkojnë kohën e vetë rreth 3 ditë, paktën kështu kanë deklaruar nga IKMT për të vazhduar pastaj me zbatimin e projektit për rehabilitimin e parkut në hyrje të Shkodrës. E qartë, faleminderit Simon për raportimin e drejt për drejt.